Mirëmëngjes dhe përshëndetje miq, jemi bashkë edhe sot në takimin e kësaj të premte të datës 27 qershor, ora 7 fiks nisim emisionin ora juaj, edhe për sot siç do ditë nga hëna në të shtunë, do të jemi së bashku në 2 orët e para të çdo mëngjesi për t'ju përcjellë fillimisht lajmet e zhvillimit kryesore të 24 orëve të fundit përmes faqes webit horanews.tv dhe kthehemi pas pak minutash në pjesën e komunikimit me ju që zgjat më pas deri në përfundim. Me lajmet nga vendi në horanews.tv, thellohet hetimi për dosjen Eko Elbasan, thirrën për t'u marrë në pyetje jurist dhe shefa finance të 7 bashkive që menaxhojnë incineratorin. Tjetër vatër në jug të vendit, bie zjarr në pranë një resorti në Ksamil. Aksident në Lezhë, makina përfundon në parking dhe përplaset në disa automjete pranë një këndi lojrash. Aktivizohet një vatër zjarri në Sarand, zjarr fiksit në vendin e ngjarjes. Marrëveshja me Italinë nia me 15 emigrantë mbërri në portin e Shëngjinit. Fantazmat e rrugëve me monopatina likaj prindrit ti thrasin mendje se e kanë iden se çu japin fëmijëve të tyre. Zëdarja, monopatinat janë në rrezik, shumica e drejtuesve janë të mitur, nuk njohin sinjalistikën rrugore. Gazetari rrëfen dinamikën e aksidentit me 3 fëmijë plagosur, njëri prej tyre në gjendje të rëndë. Taran takime KLG në Pogradec, hapi e zyrave të informimit në çdo gjykatë. $673 nuk kalojnë, më pak ekselent në matematik, Lazo koha për të ndryshuar sistemin e maturës shtetërore. Aksident në autostradën Fier Vlorë, makina del nga rruga, shoferi dhe 2 pasagjerët përfundojnë në spital. Dëshmitarin vrasin e Martin Çeçosh, zdilet Zimas Këndim, jap se apeli prishin vendimin për 4 të pandehurit e dosjes në Korçë. Me audio dhe video, kush janë rrëfimet e Ali Bejt, që SPAK refuzon të lëshojnë gjyqin e plumbit të artë. Plazhi Lir hiqen 69 komplete çadrash dhe shezlongësh në Vilë Bashtov. Kushiku e kush mbeti 7 në garë. Për BKH SPAK skualifikon 6 emra, vijojnë testet për konkurrentët. Më pak mbetës në matematik dalin rezultatet, për gjysmohet numri atyre që morën 4. Meta Skadieni, avokati, nuk ka përdorur karta bankare të biznesmenit, mund të mbaj përgjegjësi burri për tradhtinë e gruas. Liçeni 2025 iniciohet plani operacional ndërkombëtar në Shkodër. Mbaj takimi 16 i nën Komitetit Shqipëri BE për tregun e brendshëm dhe konkurrencën. Nuk ka qetësi sërish lëkundje tërmetin në Shqipëri, epiqendra dhe magnituda. U merrte nënave me fëmijë të mitur karta dhe identitetit për të përfituar kredi në bankë, arrestohet 33 vjeçari. Projekt ligji për avokatin e popullit, institucioni i ftesë organizatave të shoqërisë civile. Aksident në autostradën Vlorë-Levan, lëndohen shoferi dhe 2 turistë. Do të kujtojmë me respekt e mirënjohje për 27 vitesh në krye të detyrës, ndronjet mjekja anesteziste në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Ambasadori britanik nevojë urgjente për reformim të ligjit për financimin e partive politike. Dita ndërkombëtare e Detarit, aktivitete të shumta në portin e Durrësit. IKMT aksion të ujftot në Vlorë prish pilotat e hedhura në tokë publike. Lista e emrave do merreshin në pyetje 15 dëshmitarë, shtyje seanca për drejtorët Hajdut të Tiranës të dosjes 5D. Kërdime vjedhje bicikletash në trotuare, kapet Hajdutin Tiranë nis procedimi për shokun e tij. Merret vendimi apeli GKK-s jep 100 orë punë publike ish antari i gjykatës së lartë. Plumbi art, tensionen në seancë, avokatët e Rion Alibej kërkojnë 6 proces verbale të deklarimeve. Ministria e Mbrojtjes 8 vatra zjarrit raportuara në 24 orët e fundit. 40.000 euro të fituara nga veprimtari kriminale, 2 të arrestuar në kryeqytet. Faza e parë e garës, skualifikojnë 6 kandidat në garë për kreun e BK-s, mbeten
7 në Konguri. Ngacmoi një të mitur arrestohet 64 vjeçari në Berat. Digjet makina në mes Tiranës, zjarr fiksja në vendin e ngjarjes. Debatet e metamorfoza jepet pretenca për 7 akuzuarit. SPAK kërkon vite burg për Behar Bajrin, Bullumgjokun, ish policët e lartë. Aksidenti me 3 të mitur në Tiranë. Eksperti ngre alarmin, nevojiten rregulla të qarta për përdorimin e monopatinave në rrugë. Kaloi semaforin me portokalli, arrestohet shoferi që përplasi 3 të miturit me monopatina. Ndërkohë vijmë me lajme nga politika. Kemi bërë draft ligjor të kompletuar SEFA nëse Partia Demokratike do iste me atë paket, do kishte rezultat më të mirë. Në Xhemollari, procesi i rinumërimit nxorri në pension numëruesit dhe komisionerët e partive. Sa do rinumërimet të bëhen, nuk ndryshon gjë Bushati. Në shumë komponent këto zgjedhje ishin me probleme. Rinumërimi i votave kume është legjitim si proces formal, por nuk ka kuptim. Kuvendi thjesht noteri i qeverisë, Boçi, Rama ka refuzuar dhe përçmuar vazhdimisht parlamentin. Festa për 4 korrikun Van Horn, mbështetemi tek aleatët për t'i mbrojtur vlerat që të gjithë t'i çmojmë shumë. Balliu bashkëpunimi mes krimit të organizuar dhe qeverisë fakti pa kundërshtueshëm. Berisha intervistë me gazetarin amerikan, Rama e ka kthyer Shqipërinë në Republikën e George Soros. Klliçi, kriteret e Kopenhagenit janë shkelur në këto zgjedhje, nuk u hetua shitblerja e votës. Blushi publikon parashtrimet e mbrojtjes së Metës kundër SPAK-ut. Gjykata ta vendos procesin e hetimit në shinat e shtetit të së drejtës. Vila e Xozave vjen e bllokuar, gjykata e lartë rezon në Nebi për kontrollet ndaj Velijet. Kuvendi miraton 9 projekt ligje dhe 1 projekt vendim. Energjia e rinovueshme Balluku do të ketë lehtësira fiskale dhe të ardhurën në buxhetin e shtetit. Ligji për sportin Zhupa thumbon socialistët, keni marrë konsultime dhe ekspertizë vetëm nga Fidel Ylli. GKK e lan qelim, Meta njofton konferencë për mediat nga Burgu, s'ka fuqi që mbyt të vërtetat e mia. Përballja e parafundit, opozita kërkon zgjedhjen e avokatit të popullit, mazhoranca në shtator. Shëndeti i bimëve, Dena Ligjiri ka rënë mbrojtje gjurmueshmëri dhe eksport të sigurt. Ilir Meta nuk del nga Burgu, avokati kartën e përdori kryemandi, lobimin që kalojnë Partinë Socialiste. Projekt ligji për kontrollin e kufirit shtetëror, Hoxha rol kyç në luftën kundër migracionit falishëm. Lushin si ikën 10 qindra drejtor nuk do hahen me qoftë e raki, Korreshi shqyr se kam babu. Debat për avokatin e popullit në kuvend Arsula, por shkel një rënd kushtetues. Hasani, zgjerimi i BE-s, zgjedhje strategjike për të ardhmen tonë përbashkët. Miraton strategjia kombëtare kundër ndërhyrjeve të huaja dhe dezinformimit, Braçe prioritet kombëtar. Tea, Rama në çdo port hyrëse vizitorët njihen me bukuritë e Shqipërisë nga deti në male. Sanca GKK, SPAK paraqiti prova të reja, mbrojtja Ilir Meta asnjë lidhje me pagesat për lobim. Gjekmarka e homazh për Kadare në kuvend, t'i ndërtohet një varr monumental dhe t'i organizohet një. Tavlan Zarfi, sa Zarfi e ke plotësuar, ti nuk ka plotësuar asnjë punonjës poste, Zhupa ka patur shtet elektoral, shpërndau çdo të mirë elektoral. Rama refuzon skemën britanike të qendrave të kthimit e migrantëve, ideja që të gjejmë një vend ku t'i hedhim e pa imagjinueshme. Fotolajm ndërtimi resorti luksoz në Sazani, Ivanka Trump në Jared Kushner vizitojnë Vlorën. Berisha i përgjigjet Ballës në kuvend,
i akuzuar me dokumente zyrtare në sallë gjyqi për trafikim dhe porosi vrasje. Berisha përplaset me Koçin Petron e nxorën kartelet nga parlamenti. Rinumërimi në Tiranë drejt fundit mbeten edhe 248 kuti asnjë ndryshim rezultati. Denoncimi gjendja civile në kolaps Milinda Karçana e Akshit, lë qytetarët pa pasaporta dhe pa votuar. Gogo opozitës këtu jemi për të punuar, jo vajtuar. Berisha ky Biblën e lexon si manifestin e Marksit. Berisha përplaset dhe poson për avokatin e popullit e 11 majin. Rama Duro është bërë famoz në botë, troplinët paguan 10 milion euro për emërimin e Hoxhës. Koçi kthehet Berishës në kuvend, Sali një i fundit në Republikë që mund të flasësh për zgjedhje të lira. Spirpali drejtuar Nokës në kuvend ju tërheq vëmendje për fjalorin ose do t'ju nxjerrë nga seanca. Nuk shkruhet asgjë kundi që avokati i popullit ju takon juve. Balla drejtuar opozitës nuk keni dashur vetë ta zgjidhni. Avokati i popullit Peleshi do e vazhdojmë shtator kam bërë një bisedë me Nokën dhe ju ndërkohë me zhvillimet nga rajoni. Ushtarët gjerman, Kosovë edhe vitin tjetër. Aksidenton 2 makina në Pej, plagosen 7 persona. Kosovë, kushtetuesja kuvendit duhet konstituohet brenda 30 ditësh. 37 dështime, Berisha duke parë si zgjidh gjëra Trump, Kosova nuk e ka luksin për të qëndruar pa institucione. Planet e Shtetet Bashkuara, Koçi për Ukrainën, Trump mund kërkojë njohjen e pavarësisë Kosovës nga Rusia. Athina përfshihet nga një zjarr i egër, dëmtohen shtëpitë e pushimit. Analiza e Radio Europa e Lirë, Kosova në krizë, por bota shikon nga ana tjetër. Rritja e migracionit Mitsotakis si bën thirrje për bashkëpunim Libis. Greqia në pushtetin e flakëve mbi 40.000 hektar djegur, evakuohen 10 rafshatra. Stop baktive nga Maqedonia e Veriut. Kosova ndalon importin e deleve dhe dhive nga fqinjë. Kosovë nis periudha për aplikim të subjekteve politike për certifikim në dorëzimin e listës së kandidatëve. Në digjet Ballkani, temperatura përvluese termometri do të shënojë 40 gradë Celsius. Protesta e thirrur për të shtunën. Brnabish paralajmëron vazhdimin e arrestimeve në Beograd. Kur mund të hapet ura e Ibrit? Çfarë pritet më 28 qershor? Studentët në Serbi paralajmërojnë mosbindje civile nëse nuk shpallen zgjedhjet. Vran efektivin e policisë gjykata e lartë në Maldëzilën fuqi dënimi për 3 autorët nga malësia e madhe. Kosova rrezikon të humbë miliona euro nga Bashkimi Evropian. Akuzojnë për grusht shtetin ndaj Vučić, policia serbe arreston 3 persona. Jemi aty për sigurinë e vendit, RUT, NATO mbetet e angazhuar në Kosovë. Greqi gjendet e pajet 56 vjeçarja shqiptare nënë 3 fëmijëve. Prindonte para në shtëpi, arrestohet një person në Prishtinë me mijëra euro të falsifikuara në flet A4. Ballkani përballet me temperatura përvoluese. Analiza Kosova pa kuvend, miliona euro në pritje. Serbia sërish partneri i madh ekonomik në Kosovë. Importet e saj kalojnë Shqipërinë këtë vit. Beogradi pretendon se Kosova ka dëbuar edhe një policë serb. Ndonon me burgim të përjetshëm vrasësit e 14 vjeçares dhe pensionistin në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ndalemi te zhvillimet nga bota. Ministri i jashtëm i Polonisë, një garë armatimesh, do të përshpejtonte rënien e Putinit. Lufta në Gaza, Këshilli Evropian i bën thirrje Izraelit të zbatojë plotësisht ligjin ndërkombëtar humanitar.
Putin del nga Rusia, jashtë shteti ku ndodhet për vizitë pune. Nxeti ekstrem në Itali 5 vende në alarm të kuq për këtë fundjavë. OBSH dërgon ndihmat e para mjekësore në gaz që nga marsi. Gjermani të rind nuk e pëlqejnë shërbimin ushtarak. Jemi pranë pikës pagtim. Shkencëtari i klimës lëshon paralajmërimin e frikshëm për të ardhmen e pyllit tropikal të Amazonës. Bombardimi i centralit bërthamor të Iranit. Pentagoni publikon momentin e sulmit nga Shtetet e Bashkuara. Netanyahu kërkon 2 javë kohë në gjyqin për korrupsion. Korea e Veriut do të hapë një vendpushim në plazh. Kim Jong-un shpreson se kjo do të rrisë turizmin në vend. Mësues të shkollave fillore në Japoni arrestohen për ndarjen e fotove të pahishme të nxënësve. Skena surreale nga Korea e Veriut, Kim ulet me një pije dhe një cigare, generalët rrëshqasin në pishinë. U vra nga biznesmeni italian, zbulohet identiteti i shqiptarit. Ftesa për vizitën e Trump në Britani ngadron Starmer me mbretin Charles. Politiko, Europa arriti të mbajë Trump në NATO. Po tani? Hekset mbron efikasitetin e sulmeve amerikane ndaj objekteve bërthamore të Iranit. Kriminali më i kërkuar në Ekuador, Fito kapet në një bunker nën tokë. Kurbarda terrorizojnë një qytet britanik, postierët dhe vizitorët në panik nga sulmet. Pasagjeri mbi peshë nxirret zvarr nga avioni pasi kërkoi ulse më të gjerë. Kreu i mbikëqyrësit bërthamor. Centrifugat në Fordo nuk janë më funksionale. Parlamenti i Iranit miraton pezullimin e bashkëpunimit me IAEA. Lideri i opozitës izraelite Trump nuk duhet të ndërhyjë në punët e vendit tonë. Afrikë, shpërthimi i transformatorit shkakton tragjedi në shkollë, 29 nxënës humbin jetën. Trump mohon që Irani të ketë larguar uranium para sulmeve ajrore amerikane. I shefi i spionazhit të Venezuelës pranon fajësim për akuzat për narkoterrorizëm. Dhe në fund lajmet nga sporti. Hapet për vizitorët mozaiku i bazilikës palekristiane të Linit. Zhiru drejt rikthimit në Francë, Lille synon transferimin e sulmuesit veteran. Kaos te Auckland City, lojtarët kërkojnë shkarkimin e trajnerit, nuk njihte as Otamendi. Zyrtar Alberto Gilardino merr drejtimin e skuadrës në Serie A. Como në sulm për Thiaw dhe Morata, 45 milion në lojë, pritet poja e mbrojtësit gjerman. Thomas Müller flet për të ardhmen, kapitullimi i ardhshëm mund të jetë. AS Monaco është interesuar për Ter Stegen. Cristiano Ronaldo ka nënshkruar kontratë më të pasur në historinë e futbollit, 6.5 euro në sekond. Modric nuk plaket, kroati i përjetshëm në prag të një kapitulli të ri. Vora me stil brazilian në sulm, Luis Felipe, goditja e re debutuesve në superiore. Dani Alves dhe Sanz po negociojnë për një dokumentar rreth shtatzanisë së tyre. Mbappé padisërisht PSG-n në këtë herë për tentativë shantazhi dhe dëme morale. Flamurdari nis merkato me një emër të ri dhe pse pa trajner. Eusebio Di Francesco emërohet trajneri i Lecces, pritet verë nxehtë për Ramadanin. FSHF fush futbolli me vlera edukative në Muzeun Martin Cani. Zyrtare Cristiano Ronaldo rinovon me Al Nassr, do luajë deri në moshën 42 vjeçare. Futbolli spanjoll vajton humbjen e të riut të Las Palmas, i cili u përplas në 9 qershor.
Valiev, kampion flamuri shqiptar u ngrit sërish në pjedestalin e mundjes në kampionatin e ushtrisë. Milaniti duhen 40 milion euro për Ardon Jasharin. Messi refuzoi 1.4 miliard euro, sauditët kthehen e një tjetër ofertë marramendëse. Juve kërkon gjithçka, Yldiz nuk kam frikë nga presionin botëror. Liverpooli nuk dorëzohet për forcimin 40 milion pound në mbrojtje. Leao qëndron, Morata drejt Komos, Mercato kuqezi mes konfirmimeve dhe largimeve. Kualifikimet botërore i klubeve, verdiktet në grupe zbulohen çiftet çerek finale. Këto ishin lajmet dhe zhvillimet kryesore të paktën 24 orëve të fundit që ne ju përsëritim çdo ditë përmes faqes son të webit oranews.tv. Dhe është momenti për të kthyer në studio në vijim programit me telefonata dhe bashkëbisedimin me ju përmes numrave që janë shfaqur tashmë edhe në ekranet tuaja 068 60 54 639 dhe 068 99 00008 numrat e telefonit që i keni vazhdimisht aty në djathtë të ekraneve tuaja. Jemi në transmetim të drejt për drejt si çdo ditë nga hëna në të shtunë, këtë herë në takimin e kësaj të premteje të datës 27 qershor. Ora 7:21 jemi në fundin e pjesës së parë të emisionit dhe në fillimin e komunikimit me ju deri në orën 8:50. Koha televizive është për gjithë ju që dëshironi të bashkoheni në transmetim të drejt për drejt edhe sot në ora juaj, si çdo ditë nga hëna në të shtunë, jemi po ashtu drejt për drejt krahas televizorit dhe në radio 96.7 MHz, por edhe në live stream në oranews.tv. Numrat i keni aty. Ju presim si gjithmonë 068 99 00008, 068 60 54 639 në këtë përfundim të pjesës të parë të emisionit për ditën e sotme, sikundër mund të na shkruani edhe përmes rrjeteve sociale. Kemi të parën për sot? Okej, presim pak momente. Në këtë pjesë të parë të emisionit, në 7:22 minuta do të jemi deri në 8:50 për t'ju pritur në bashkëbisedim të drejt për drejt, por po ashtu edhe nëpërmjet mesazheve tuaja në rrjetet sociale që nuk mungojnë në fakt çdo ditë për probleme dhe çështje të ndryshme. Është vap thot dikush. Po mirë, do të kemi kujdes nga vapa se është realisht mirë që e kujtove si çështje dhe mirë që na e dërgove si mesazh. Ndaj duhet keni kujdes dhe shmangni orët e pikut, pse jo. Alo, mirëmëngjes telefonata. Alo. Alo, mirëmëngjes. Klodi. Mirëmëngjes. Po. Urdhoni. Të lutem, ore kam një problem, Klodi. Unë kam dalë pension, kam 1 vit e gjysmë, dhe mirë po një 7 vjet, kam një 7-8 vjet që nuk i kam dhenë akoma, duhet i bësh me gjyqe më thetë tash. Ku keni punuar këto 7 vite që ju mungoj? Kam punuar në kombinat, unë jam nga Berati, në kombinat tekstil. Po çfarë kanë? Mungojnë lispagesat, mungojnë borderot, çfarë? Nuk ka ai sektori që vetëm ai sektori në gjithë kombinatin, i vetëm i sektori që nuk ka ato borderot. Nuk i ka borderot. Është problema jo? Edhe probleme është do t'i bësh me gjyqt, më kam thënë. Po ashtu funksionon i dashur. Mirë po, tash i shiko mua, unë kam t'i gjuat diçka tjetër që thonë që këto të gjitha këto na viti që ke filluar punë deri në 93-shin 94 do t'i kaloj qeveria automatike. Është e vërtet apo? Jo automatikisht, këto kalohen me kërkesë nga vetë personi, në drejtoritë rajonale. Duhet bërë vetë kërkesë personi, jo automatikisht. Duhet bësh kërkesë. Po patjetër. Patjetër ndër. Mirë? Të përshëndes shumë e faleminderit dhe juve. Rafsh. Ditë mbar, shkoj me telefonat tjetër, mirëmëngjesi. Alo. Uleni zërin televizorit, ju lutem. Po. Alo. Urdhëroni. Klodi si u grive. Mirë, faleminderit. Jam një pensionist në qyteti Ballsh. Po, urdhë.
Tani kemi një problem tani. Ne jemi ata që kemi një 19 muaj pa marrë rogat. Po. Më kupton tani, futëm në Albania, Po. jam paguar 6 muaj sigurimet shoqërore ata pa mbetur. Më dëgjon? Po të dëgjoj. Nga data 1 janar 2016 deri në qershor 2016, të cilat figuronin të pa paguara. Tash janë paguara, janë futur në Albania dhe figuronin të paguara. Po. Tani vetet e sigurisë shoqërore këtu në Ballsh. Çfarë ju them thonë? zotri, lidhur çik se më ka dalë jo, tha, ajo është e rreme, tha, nuk janë paguar. Po nëse ti e ke parë ose shikojte ajo duke kërkuar me emrin tënd. Nëse reflektohet aty dhe në fund të kolonës lexon po ose jo, në varësi të fjalës është paguar. Pra, domethënë kur thuhet po aty te kolona, është paguar dhe kur thuhet jo nuk është paguar. Ka linja. Presim tjetër telefonues, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhoni. Si jeni? Mirë, si jeni ju? Urime për misionin. Faleminderit. Shëndet të bashkë janë të... Urdhë? Shëndet. Faleminderit. Jo tani. Po. Unë duhet të flas pak për sëmundjen për doktorat që kemi. Nga flisni ju? Unë flas nga Ballshi. Okej. Parë, unë duhet të përshëndes gëzim të parlamentin ka zbuluar sëmundjen. Po nuk jemi në emision përshëndetje këtu i dashur. Po mirë, digjen po, për sëmundjet. Okej. Kam shkuar në fije për Beperim dhe nuk më përsipër as në Greqi, as në Tiranë. Ç'lidhje lidhje ka kjo? Dashur, ke ndonjë hall, ndonjë shqetësim se këto shumë mirë, bravo qoftë mjekëve dhe kështu duhet të jenë gjithë në fakt. Po. Po. Ndonjë gjë kështu konkrete? Ja, kjo ishte shqetësimi. E kuptova. Unë të uroj shëndet plot dhe më vjen mirë që ke gjetur njerëzit e duhur në sistemin e shëndetësisë, të cilët nuk mungojnë patjetër dhe uroj që të jenë sa më shumë në mas. Publicitet kthehemi pas pak. Kthehemi në studio në pjesën e dytë të programit, ora 7:31 minuta. Vijon komunikim me ju prej disa minutash tashmë deri në përfundim në 068 60 54 639 068 99 00008. Kemi një telefonat në linjë? Alo? Alo? Nuk dëgjoj? Okej. Mirë. Tani po. Alo? Alo? Si ka mos e mbyll gjithmonë sa da marron ajo tash në linjë zbie linja, kur flasun me ata bie linja. Si ka mundsi? Alo? Po më pyet mua, lëre pak. Tyja, si ka mundsi që të bie linja sa flasun me Klodin? Më pyet mua. Nuk bie. Un jam Klodi, vlla. Klodi më fal. Urdhë. Jam në një personi që të mëra pa super radinja. Po bie linja, pse bën pyetje sikur nuk bie linja? Si? Pse bën pyetje sikur nuk ndodhem që bie linja? Po marra 2 herë pa më po them. Po. Nëse ma bën mua këtë pyetje unë s'të përgjigjem dot. Më kuptoni dashur. Nëse vazhdo. Jam ai që mora për punën e asaj 6 muaj që është paguar dhe nuk na është hedhur në pensionin. Më kupton? Shiko, ajo kur paguhet hidhet automatikisht. S'ka lidhje nuk hidhet, si nuk hidhet. Pagesa reflektohet dhe s'ka si lloj se nuk kuptohet kështu si e thua, më kupton? Gjithsesi, shkoj me tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si ka qenë mirë? Mirë, si jeni ju? Mirë. Po. Unë kam një shqetësim. Po më thuaj, nga flisni? Po. Unë flas nga Durrësi. Po. Tani unë kam pat një problem me gruan, ka qenë smun abuz. Dhe kam qenë në spitalin e Durrësit, i dinin gjithë analizat mirë. Okej. Dhe si përfundim vajta tek një klinikë private te doktor Aurel Zaini. Vajta atje, i bëri një vizit.
më dha një ilaç për buzët, Aldar. Po? Ky ilaç është për kancer të buzës. Okej. Ule zërin televizorit se të dëgjoj shumë keq. Më dha një ilaç Aldar për buzët. Po. Ky ilaç ja ka shpërthyer buzët e ka bërë gruan nga buzët në një gjendje skandaloze. Tani unë nuk e di kujt i drejtohem për këtë problem. Gruaja ime nuk e kishte atë smundje. Ai ma ka kuruar për kancer të kure në buzë. Po e ka kuruar për kancer. Kush e thot këtë se? Po unë erdha në Tiranë te dermatologja. Dhe më tha ky ilaç ta ndërpres urgjentisht i tha gruas, sepse ky është ilaç për kancer të kure. Aldar. Si e ka ilaçi? Aldar. Aldar. Po, ka pyetur dhe farmacistë të tjerë këtu në Durrës dhe edhe dje kur e pyeta, më tha mua si ka mundësi që të ka dhënë këtë ilaç doktori stomak të jep këtë ilaç. Ky ilaç është ilaç i fundit, përdoret vetëm kur ke kancer. Po mirë, shko fol me mjekun, pse nuk flet me atë që ta dha? Po, vajta një ditë dhe nuk e gjeta atje. Po duhet konsultoni një herë me to ndërkohë. Pastaj ka institucione të tjera që ju në rast se mendoni që ku mund t'i drejtohem unë për këtë shqetësim? Po thash, është në të drejtën tënde për të kërkuar diçka që ju mendoni është bërë kështu, por konsumoni një bisedë me të një herë se që mos i bini në qafë kot tjetrit, më kupton? Dëgjojeni një herë edhe atë dhe pastaj në rast se ai thotë që po është kështu dhe ndërkohë gruaja nuk ka një të tillë. U falë Zotit që ndërpreva se gruaja ime sot do ishte në botën tjetër. Kaq. Ashtu, ëh? Po, me ilaçin që dhaj e shkatroi në buzë dhe e bëri buzë sikur i kishte bërë me botox, siç i bëjnë femrat me botox. E shkatroi vetëm djegin dhe i qante ditë natë nga ilaçi. Ilaçi është shumë i rëndë, nuk jepet ai ilaç i ka dhënë ai. Jam konsultuar dhe me farmacistë të tjerë të Durrës. Edhe dermatologja në Tiranë thamë që ky është ilaç kanceri, ne nuk e japim këtë ilaç, thamë. E kuptova. S'di ç'të të them, më kupton? E para një më bëj qefi që është mirë tani dhe ka kaluar këtë gjë, po më vjen keq që ka ndërprer pagëzimin, po ilaçi ta kishte vazhduar akoma, ai do ishte në botën tjetër. Ilaçi edhe ç'të them, unë të sugjeroj që bisedoj një herë me të. Po. Në kuptimin që edhe ti jesh në rregull se çfarë thot njëri nuk thot tjetri. Po. Më kupton? Dhe pastaj ka institucione të tjera ku mund të shkosh, në polici, në prokurori, nuk e di unë je në të drejtën tënde, po thash që mos bëjmë veprime të nxituara dhe mos e themi të fundit të parën, si fjalë dhe si veprim, konsultoni me do dhe thoni, zotëri më ke dhënë këtë ilaç, ndërkohë më ka shkaktuar këto probleme. Jam informuar që përdoret për këtë gjë dhe të sqaroj, dëgjoj një herë edhe mendimin e tij ose atë se çfarë do të thotë. Më kupton? Mendoj unë, pastaj është drejta jote dhe por si të duash. Mirë dashur. Faleminderit. Falenderoj shumë dhe ty. Faleminderit, ditë mbar. Edhe juve. Shkoj me tjetër telefonues, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëro. Jam një nga Elbasani, pensionista që kam dalë pension, mirë po kam 2 lloj pensionesh. Pensioni i kështu pleqëria dhe pension specialiteti. Bana dokumenta don, ka fut vetëm pensioni pleqëria. Specialiteti thotë do dali mblidhet komisioni. Çka komisioni, falë se masë është herë e parë që del. Hera parë. Po, mblidhet komisioni dhe vjen përgjigja pastaj në njësinë administrative. Funksionon për të gjithë kjo. Isha 43 vjet punën. 18 i kam metalurg. Ka problem fare. Çfarë moshe ke? 65 vjeç. Po pse kërkon të dalësh në invaliditet dhe jo në pension me kaq vite sa ke? Jo invaliditeti, pension specialiteti thash. A specialiteti, më fal. E dëgjova invaliditeti, ndjes. Jo. Ndjes, e thash pse me kaq shumë vite punë. Njësoj funksionon dhe te kjo e kësaj specialiteti. Është formale, por duhet kaluar. Faleminderit dhe juve për telefonatën. Të gjithë të mirat, shkojmë me tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Urdhëroj dashur. Unë urime për emisionin. Shumë faleminderit. Jam me raport me komision që prej datës 15 prill. Dhe nuk mi kanë paguar
reportet, kam vajt ke zyrat e ke sigurimet shoqërore, thot mi kanë sjell ato të punës me post. Unë me post nuk i pranoj. Si nuk i pranon me posti? Nuk i pranojnë me post. Fola me... Jo, raportet nuk dërgojnë me post, raportet dërgojnë i Albania. Po nuk i hapet i Albania. Kush? Thot kjo e siguri e shefja e punës time. Po nuk ka rrugësi nuk i hapet, po jo patjetër hapet ajo. Jo, ma ka qenë me foto, thot nuk më hap i Albania. Ose mos ka probleme momentale tani, por që ajo kështu funksionon. Raportet nuk dërgohen me post dhe as dorë asnjë, përveç se me Albania, më kupton? Ndoshta është çështje. Mor sigurimet thot nuk e pranojmë, thot vetëm folja jo e punës. Jo, po, saktë. Çështja e punës me neve. Nuk e pranojnë raportin përmes postës, përveç se me Albania, por unë mendoj që ndoshta mund të jetë ndonjë problem. Si këto zakonshmit që është zakonisht në platformë, por besoj kalon dhe nuk ka rrugë tjetër, më kupton vetëm me Albania. Po, kam vajt ke puna. Ta shoh her pas here ajo, se mund mos punojnë tani, po punon më vonë, më kupton e dashur? Se nuk ka sepse nuk ka po pra, sepse nuk ka rrugë tjetër, më kupton përveç asaj, nuk ekziston një tjetër mundësi për të dërguar këto raporte. Kurse kjo punës thot unë nuk rrim as te, unë kur kam kohën e lirë, normal se kam jem... Ose u këput ajo me kohë kështu. Kam morë telefon, thot nuk më hapin telefonin. Morë zyrën e sigurimeve, thot nuk më kanë morë. E ka detyrim ajo e punës, e dashur që ta bëj atë dhe ta bëj se duhet bërë. Më kupton? Çfarë punë ke bërë? Çfarë punë ke bërë? Ku ke punuar? Fasoneri. Po pra, se i mbyti puna ato ekonomistet atje, e kupton? Se keni rroga 2 milion lek në muaj juve, edhe me zorë numërojnë lekët tuaja. Edhe janë shumë të zënë në fakt. 200.000 lek nuk. E di. Prandaj thot ajo s'kam kohë, s'do merren pas teje. Do merre që ç'ke me to, në të kundërt lajmëroj inspektoratin e punës. Janë më shumë shefe se punëtore. Të lutem të sugjerimin gjëron. Po ja thash, në rast se ata refuzojnë që ta bëjnë këtë gjë, njoftoj inspektoratin e punës. Faleminderit. Të lutem, dashur, faleminderit e juve për telefonatën. Do të shkojmë me tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëni. Urdhroni. Jam një qytetar nga Vora. Urdo? Jam një qytetar nga Vora, jam. Nga Vora? Po. Po, më thuaj. Marr pensionin në bankë. Data sot është 27. Po. 27, unë se ka marrë akoma. 4 herë ka marrë të bankë. Kur duhet ta kishit marrë? Po, një 18 e lartë i edhi këta. Pra 18 e lartë në rregull, domethënë. I edhin ata, po. Data 27, unë se ka marrë akoma. Vajta pak dije, nuk i ka edhur, thot. Po si o si ka edhur? Po të vjen mesazh në telefon, më pse shkon ti? Pardon? Të vjen mesazh në telefon, them, pse shkon? Jo, nuk na i dërgojnë aty. O zoti gazetar, nuk na i dërgojnë. O Klodi. Po pse kështu më? Se nuk e di se ç'a bëhet. Pastaj nuk ka mundësi. Ne pensionista ide në datën 10 ose me pensionin e bankës ne për ta marrë kemi atë. Unë mora lek borç, mora 30-40 lekë ilaçe. Se unë jam i sëmur, diabete, sheqerin e këto. Shiko, zakonisht kur kalon në bankë, çfarë date? Po 18 Po më se ti po ti 18 e lartë në rregull, pra se s'kam mbaruar akoma la. Po them kështu mesatarisht kur e merrni zakonisht në muaj. Po, po, e kam marrë 19. E kam marrë në 21. Vete atje thot nuk e di, thot Tirana e ka faj. Të shokët e mi kanë marrë. Tirana e ka fajnë, në Tirana e ka fajnë. Se push e ke atje ajo e gjusja pak, e thot ajo ik bëj të gomendat atje, ik bëj atje. Më doni groja në pension, mua vajtë të ke zyra atje, ik ta i bëj të këto online. Pagova 50.000 lek. Po e, që të bosh? 50.000 ka paguar, të internetit të një avukat atje. E doli pensioni 160.000 lek. Urdhë e folë tani. E të mërshme. I rëj shëndete e emision të shumë faleminderit, dashur, faleminderit shumë për telefonat. Po e vetë atë mundësi që të ndaj hedhin në bankë më përpara juve. Edhe ne ju urojmë gjithë të mira ditë të mbarë. Shkojmë tjetër telefonues, mirëmëngjes.
Mirëmëngjes. Urdhoni. Përshëndetje Klodi, ju uroj për emisionin. Shumë faleminderit. Doja të pyesja për këtë pensionin, është promosha e pensionit tani, edhe bëna një kërkesë ke i Albania dhe më ka sjellë shumë pak vite. Po? Unë i kam me libreza, dokumentuara gjithë me dokumenta dhe ato më ka sjellë 24 diku, 24 vjet. Ndërkohë sa keni ju? Unë pretendoj që 32-33 vjet. Po cilat vite ju mungojnë sipas shkrimit aty? Tash nga 91 deri në 93-shin mungojnë të 2 vjet. Të 2 vjet që kam qenë ndërmarrje shtetërore. Dgjoj pak. Kur e ke bërë aplikimin për pension? Se ka bë aplikimin, bëna kërkesë që s'ka problem fare. Nuk ka asgjë fare. Do bësh aplikimin sepse ti trajtohesh me ligjin e ri. Më kupton? Dhe ndërmarrjet shtetërore, ndërmarrjet e tjera, ish kooperativa zgjidhen me ligjin e ri. Faleminderit, po edhe një tjetër gjë. Patjetër, më thuaj. Nga viti 2007 deri në 2014 në 15 se maj kam pas licencë taksi 4+1. Po? Tash ato mi kanë nxjerrë më sollën vetëm 3 vite ose 4 deri në 2010. Tjera unë i kam me dokumenta me mandatet pagume me gjitha. I kam rrit mandatet. Dgjoj, varet se si ke kërkuar dhe në Albania, se është një çik problem aty. E ke bërë vetë kërkimin sepse duhet kërkosh ndryshe para 2012-s, ndryshe pas 2012-s. Nga 2012 dhe këtej të del automatikisht në sistem ajo, ndërsa para 2012-s duhet aplikim më vete. Nuk besoj të ketë problem se këto janë regjistra dhe mënyrë pagese të reja, po themi, kështu dhe nuk ka ndonjë gabim të to, për më tepër që e shoqëroni me dokumentet tuaja. Më falë po të bezdis, po masi kam dalë nga shteti, në 93-shin kam zjerë licencë privat, e kam pas gati 2 vjetë. Shumë mirë, pra. E kam dokumentin, po atas nuk më kanë njohë. Aplikoj nderuar për pension kur plotësosh moshën dhe do trajtohesh me ligjin e ri. Po. Më kupton? Faleminderit ty. Faleminderit. Faleminderit ty. Asgjë. Presim tjetër, mirëmëngjes. Larguar. Okej. Larguar të faleminderit. Mirë. Ska gjë. 068 60 54 639 068 99 00008. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje, dashur. Doroj emision të marë. Shumë faleminderit. Edhe do të pyes për pensionin. Unë kam dalë ka vite në pension, por nga 23 vite punë që kam pas, edhe 230 norma ka qenë për gratë, 270 për burrat, po flas për gratë se na duhet. Ne unë kam pas disa vite që kam pas 540 norma në vit, do thënë nga 238, 230, unë kam pas 540, edhe ato nuk më kanë figuru kur kun. Nuk llogariten ato si pretendoni për shembull ti llogariten ato e dashur, se këtu ka më kanë humbë edhe plus aty në Klodi, më kanë humbë edhe 8 vite, nga 23 vite më kanë del vetëm 15 vite. Më dal pensioni 68.450. 8 vite në ish kooperativ bujësore. Po, nga që kam pas mirë ditë lezh, shko të kërkesh, nuk e di ku janë, shko këtu, shko nishin. E dashur, bëj një kërkesë të drejtoria rajonale për të trajtuar me ligjin e ri, për njohjen e viteve pa gjyq. Më kupton? Këtë rajonale, jetë në Tiranë, policisë këto edhe. Aty ku ke gjendjen civile, Po, iniciatet. Në të drejtoria rajonale sigurimeve në Tiranë. Shumë faleminderit. Dhe bështë që të shihet me ligjin e ri. Mirë? Shumë faleminderit, Klodi, shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Të lutem. Faleminderit edhe ju. Ditë mbar. Okej, përcjellën dhe zonjë. Shkoj me tjetër, mirëmëngjes. Po. Urdhë. Mirëmëngjes, gazetar Klodi. Mirëmëngjes. Urime për emisionin. Shumë faleminderit. Unë dua të uroj Lipsen Klodi këtu në ekranin e bukur për ditëshëm Ora News në Gjermani. Më bëj 35 vjeç, Korado Cili. Dhe dua ta uroj këtu. Urime. Se kam shumë larg dhe me zi për i pres që të vinë tani afër të gjithë. E të na vinë mirë, o zot. Urimet më të mira. Shumë faleminderit Klodi, jeni shumë të mirë. Juve të gjithë staf juaj, uroj fat. Faleminderit edhe juve, ditë bukur. Presim tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Klodi. Urdhë e dashur. Flas nga Elbasani. Po. Para disa vitesh kam bërë një kërkesë tek në Tiranë të pasuritë për të marrë disa dokumenta.
në pamundësi për t'i kontrolluar, tash kam kapur një noter dhe më ka thënë që këto dokumenta janë të palexueshme se zonjat që kur i kanë bërë fotokopi i kanë bërë me bojë shumë dhe nuk lexohet. Ku ke punuar në këto vite që janë me shumë bojë? Jo, janë pasuri, jo... pasuri më falë, ndjes, pra nuk duket në hartë. Nuk lexohen, për shembull kur përcaktohet është filan vend, filan kohë, filan... Tani këtë e thot kadastra apo noteri? Unë kam marrë në arshiv në përgjithshme në Tiranë. Kam bërë një aplikim, atje vajta i mora, pa bëra pagesën, po pa mundësi me i pa më përpara, tashi më dha mundësia dhe kam taku një noterë më thotë që këto janë të pa lexueshme se janë me shumë bojë. Tashi si bëhet? Çfarë duhet bëj? Tani ti këtë ke tokë, ke çfarë pronë është? Po, toka që në kohën... Ska si dokument tjetër aty që, po mirë, edhe nëse nuk duket, çfarë ka fshirë boja që e ka të vështirë noteri? Nuk lexohen fare, nuk lexohet që thotë që filan vend, ka kaq tokë, kaq... Bravo, okej, të dhënat e pronës. Nuk i keni një vend tjetër? Jo, nuk i kam, ne i morëm në arshiv përgjithshëm në Tiranë. Do kërkosh ndihmën e kadastrës së dashur, duke ju drejtuar aty ku je, ku ndodhet prona. Po, në Elbasan. Në Elbasan, agjencia e kadastrës në Elbasan do bësh një letër me shkrim duke i bashkangjitur dhe një kopje të dokumentit që ke me bojë. Dhe i thua që në kushtet kur kam gjetur dokumentin në arkiv, rezulton në këtë lloj gjendje, kërkoj përcaktimin e të dhënave dhe karakteristikave të pronës. Dhe me një person në terren ata vinë bëjnë konstatimin dhe statusin e pronës, pastaj identifikimin e saj, sipërfaqen, parcelën, zonën kadastrale, numrin e pasurisë e gjitha me radhë. Të kuptova. Unë me thënë drejtë më interesova edhe në post, vajta pyeta ke ato zonja dhe më adresuan që ti duhet të interesohesh direkt tek arshiva e përgjithshme për të konsultuar me për këto dokumenta. Dëgjoj pak tash, ti te arkiva ke marrë dokumentin? Po, i kam marrë. Bravo. Nëse ekzistojnë kështu dhe noteri nuk i përdor dot? Po. Dhe ti s'ke dokument tjetër që identifikon karakteristikat e pronës? Po. Do kërkosh ndihmën e kadastrës se nga arkiva ti e ke kërkuar, çfarë do nxjerr më arkiva në rast se ti ka dhënë një herë? Jo, e thoshe kështu nga që të bëj të tjera dokumenta që të jenë të deshifrueme, që të lexohen me fjalë. Edhe njëherë, janë dokumente të vjetra apo janë dokumente të reja që janë shkruar tani? Jo, e kemi marrë që në vitin 2000. Edhe njëherë, dokumenti që ka bojë. Po bojë, 2013. Po si, domethënë ka bojë, edhe si mund shkruhet prapë tani ndërkohë që dokumenti ekziston i prishur. Pra, ato nuk lexohen se janë fotokopja është bërë me shumë bojë. Dhe nuk lexohen. Është gabim, domethënë origjinali mendon ti që është mirë. Po, është originalet janë në arkiv përgjithshme. Po këtë më thua jo shpirt se ti s'ma the këtë. Ti the nga arkiva ka marrë dokumente që janë me bojë, për shembull, kanë qëndruar dokumentet në arkiv, është derë ndonjë bojë aty dhe i ka prishur. Jo. Por në rast se kjo është çështje, po pra bravo, e kuptova, tani e kuptova. Tani ma the ti. Në rast se kemi të bëjmë me një keq fotokopim të dokumenteve, ti kërkon tjetër. Po. Edhe i thua që nga kopja e parë që mora, duke i çuar dhe një bashkangjitur fleta asaj që ke marrë, ata pastaj prodhojnë tjetër, kështu po. Po nëse kemi të bëjmë me dokument të vjetër që ka bojë, po themi, ku diun, nga pakujdesia, nga ndonjë aksident i mundshëm që mund të ketë ndodhur në regjistrat e kohës, është tjetër gjë, po nëse origjinali është mirë dhe është fotokopjuar keq, po shko prap. Atëherë duhet shkoj tek arshiva përgjithshme. Patjetër, s'ka asgjë ajo. Po duhet bërë aplikim tjetër, se unë bërë aplikim kur vajta i mora. Bëje me postë, dashur. Me postë? Edhe ja të shon posta. Bashkangjitje të këtë dokumenti thua që nuk lexohet nga ana e noterit për të. Po ato janë 50 fleta. Po si do bësh pastaj? Me postë, po s'ka lidhje fare, edhe 100 fletë bën me postë. E para, tjetra, ti s'do bësh 100 fletë, ti një letër do bësh. Më kupton, pastaj pjesa sa do sillin ata është punë e tyre, më kupton e dashur. Nuk ka asnjë problemi. Falenderoj shumë. Shumë faleminderit juve. Ditë të mbar. Kemi kohë për tjetër? Okej, s'kemi kohë për tjetër. Prezantojmë Prostatol për gjithë ata të cilët vuajnë nga problemet e prostatës që zakonisht gjatë natës kanë goxha shqetësime dhe ndërto është mungesa e një gjumi cilësor, që pastaj shkakton probleme të tjera gjatë ditës, mungesë përqendrimi, mungesë, nuk e di, çfarë do lloj mungese tjetër nga pagjumësia. Prostatol kompleks është një
medikament se quajmë dot, si ta quajmë, vendosim një emër gjithë. Këto kapsula që janë këtu brenda janë të gjitha komplekse ushqimore. Janë të gjitha me përmbajtje bimore, as si lloj efekti ansor se s'ka se si të ketë, është njësoj si të hash lule shtrydhe dhe shek dhe thua ka efekte ansore. Po ngreshum, por. Shëroni problemet tuaja me prostatën vetëm me një shishe në rast se prostata juaj është e zmadhuar. Mjekët thonë dhe studimet thonë që duke konsumuar vetëm një nga kjo shishe do të zvoglohet në masën 20%, duke përfituar nga ofertat momentale prostatol mund ta merrni në 3 shishe me njëherë, një pagesë shumë simbolike. E di që ndoshta mund të jeni zhgënjur nga ilaçe ndryshme që keni provuar gjatë kohëve të fundit, gjatë viteve të fundit, por pse jo dhe gjatë gjithë jetës tuaj nga momenti kur keni konstatuar problemet e prostatës, por ka ardhur momenti, përdorni prostatol, provojeni një herë, domethënë se zakonisht njerëzit e kanë këtë lloj mosbesueshmërie dhe me të drejtë në disa raste, por gjithsesi provojeni një herë për të vënë re rezultatet dhe diferencën në përmirësimin e cilësisë së jetës tuaj. Prostatën e tretë të programit ora 8:02 avion komunikimi me ju prej orës 7:20. 068 60 54 639 dhe 068 99 00008. Mirëmëngjes, telefonata, përshëndetje. Mirëmëngjes, alo. Urdhëro. Me Klodin? Po Klodia. Mirëmëngjes edhe ditë të mbarë. Edhe juve. Klodi jam Nazmivaj me 306 që dërgova të aplikimin e 2024 edhe pasaj më thej që ke bërë shpejt e të dërgova të 2023 me mesazhe. Me emër? Nazmi, Shalari. 306 në fund. Jo, nëse është me Messenger nuk më duhet numri. Një sekund. Po folëm bashkë, ne të dërgova 2024, unë më thej ke bërë shpejt. Një sekund, më, ta shoh. Në 2023 ke marrë përgjigje. Në 2023 Po, një sekund. kam marrë përgjigje? Jo, në 2000 ke marrë 2 përgjigje. Po? Që mi ke sjell ti pse çuditësh, në 6 shkurt 2024 ke marrë një përgjigje. Po më thej që ke bërë shpejt 2024 edhe më dërgo 2023 e ta dërgova 2023. Po pra 2023 dhe 2023 më ke sjell përgjigje edhe në asnjë moment dokument aplikimi, Nazmi. Po? Kur e ke bërë aplikimin e fundit ti? Të fundit ishte ai 2024 së shkurt. Po nuk është aplikim ky 2024 o shpirt. Kjo është përgjigje. Pas kësaj përgjigje që ke marrë në 2024, çfarë përgjigje ke? Çfarë lëvizje ke bërë? Sepse këtu thot nga verifikimi rezulton që aplikuesit ke dosje numër të 2005 të administruar në drejtëri. Ju informojmë se referuar shkresës që s'ka rëndësi, objekte informale kryer nga drejtoria vendore në përputhje me organizmin e punës sipas njësive strukturore blok kadastral duke i dhënë përparësi zonave informale të miratura të gjitha me radhë. Më kupton? Është e drejtë subjekt. Po pra, po çfarë ke bërë pas kësaj përgjigje, pas datës 6/2/2024? Mbas asaj përgjigje unë çova prapë ca fotokopje të kartës të kështu edhe pastaj s'kam marrë me asnjë përgjigje. Po jo. Po bi një dokument aplikimi nuk e ke Nazmi, se këtë të kërkova edhe herën e kaluar. Ti më ke sjell përgjigjen e kadastrës dhe jo dokumentin tënd të aplikimit. Më kupton çfarë po them apo jo? Po, të kuptoj. Një dokument aplikimi manis aty, edhe po të shkruaj. Më kupton? Çfarë si ka se ku atë të 2000 para përgjigjes 2024-s. E kupton apo jo? Po. Sepse këto që janë, më ke nisur janë përgjigje të institucionit. Më jep një dokument aplikimi. Aplikimi, ja? Po, që ta ndjekim pastaj. Faleminderit. Dakor, faleminderit dhe juve. Për telefonatën? Mirë. Faleminderit. Shkojmë tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Jam nga Vlora. Po. Kam folur të premte në datën 20 dhe u kam dërguar një dokument shtëpisë dhe nuk e di se shkruaj ndonjë përgjigje apo jo. Ku ma ke nisur e dashur që ta shoh se nga zëri nuk ju mbaj më? Jo, po, në të drejtë, në Facebook, Anila Kasabeli. Me emër të lutem? Anila Kasabeli. Po. Po, shiko, unë tani po shikoj, sepse ka ardhur mesazhet e fshehura. Vjen një mesazh. Unë mora vetën dhe të them. Shumë saktë.
Ka mesazhe të kësaj. E pra, nuk e di pse duke prit po të shkruaj unë ndërkohë. Kur është bërë ky aplikimi është bërë në datë në 2006. 2006 nga vetë deklarimet e para. Po. Po 2023 çfarë ke bërë? Ka bërë një aplikim tjetër, po ai quhet ton. Ai 2006. Po pra, domethënë ti ke bërë aplikim tjetër për të njëjtën pronë. Po. Po kush ta sugjeroi që ta bëje? Sa di. Po nuk duhet ta kishe bërë. E di pse, sepse shiko çfarë ndodh. Në momentin që ti aplikon për një gjithsesi do pyes se tani do ta po të shkruaj edhe ty një mesazh që mos kaloj prapë tek mesazhet e fshehura. Shiko çfarë ndodh dashur, dhe kjo vlen për të gjithë ata të tjerë të cilët e kanë. Në rast se keni bërë një aplikim, nuk duhet bëri dyti sepse në konsiderat merret i dyti pastaj. Ma kupton? Dhe duke qenë se procesi i legalizimeve është bëhet në mënyrë kronologjike, pra nga aplikimet më të vjetra deri te aplikimet më të reja. Kjo pastaj imagjino, këta se kanë bërë në 2006, imagjino ta bëjnë tani në 2023 në kuptimin e kohës. Gjithsesi më lër mua mundësi të interesohem dhe flasim aty. Të shkrova dhe një mesazh tani. Po, faleminderit. Ju lutem ndihmoni se na ka plasur shpirti. E di. Faleminderit ty për telefonatën. Presim tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Urdhëro, ule zërin e televizorit, të lutem. Alo. Urdhëro. Përshëndetje. Ule zërin e televizorit, e dashur, të lutem. Ule zonin e lume. Ule zonin. Të lutem. Jam një zoj, kam moshën e pensionit. Por vitet e punës nuk i kam të plota. Sa ke? Kam 11 vite. Po nuk del dot në pension. Se nuk i kam të plota vite. Jo, ti s'ke as minimumi, të plota jo, po s'ke as minimumi. A nuk dala? Jo, sepse duhet minimumi 15 vite që të përfitosh pension. As kjo ligjëri as gjon s'ka, pa? Si? Jo, ligji i ri nuk është se të shton vite, ligji i ri të njeh ato vite që mungojnë, por që ti ke punuar. Për shembull, nëse ke punuar 10 vite në një kooperativë bujqësore dhe janë ndjekur dokumentet, i njeh ligji, por nuk ti shton në rast se ti s'ke punuar dhe ke qëndruar në shtëpi. Më kupton, pra nuk të shton vite pa punuar. Kooperativ kanë punu, po ato kanë humbur për shembull. Si kanë humbur? Sa të bëhen ty bashkë me vitet e kooperativës? Bëhen 12 vite. Po prap nuk del, duhen 15 minimumi. Po, patjetër. Ose do presësh 70 vjeç ose do paguash dhe 4 vite për të plotësuar minimumi 15. Dakor. Shëndet. Të përshëndes, shëndet edhe për ty. Shkoj me telefonat tjetër në këtë pjesë të tretë, 8:09 minuta ora. Në pjesën e tretë komunikimit me ju në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni. Jam i qytetar të nga Tirana. Kjo karta e pensionit, ku merret dhe çfarë shërben për pensionistët? Në bashki merret dhe shërben për ato kompensime që përcaktohen që janë në shqyrtim, që janë aktualisht në fuqi e të gjitha me radhë. Në njësinë administrative ose bashki. Po do të jesh burrë grua apo do të kesh fëmijë? Çdo përfitim i pensionistit është personal, nuk është së bashku me bashkëshortën, më kupton? Po duhet të jesh i ndarë nga fëmijët? Varet çfarë përfitimi është, energji elektrike po. Më kupton? Po të taksat e tjera, të tokës, të makinës. Të makinës jo, s'ka nevojë të jesh i ndarë. Po tokës? Po edhe mund të jesh se nuk i jemi futur kaq në thellësi kësaj, po gjithsesi ty të duhet ajo në çdo rast. Më kupton? Po unë marr një si punë aboneje nga bashkia, po nuk kam kartë. E po duhet karta e nderuar. Faleminderit shumë. Të lutem, faleminderit aty për telefonatën. Ditën e mirë. Gjithë të mirat. Shkojmë me tjetër. Alo? Urdhro. Mirëmëngjes. Jam një invalid pune dhe kam një lloj reumatizma, smunje që në Europë bie 1 milion banor një. Aplikova bashkëqeverisja, ma kanë rrit pensionin 15%.
26.000 lekë të vjetëra. Isha i shru në QSUT dhe me kanë dhënë letrat për shoqëru se kanë kaput i lasët tendat e akilit, repturat, me infakte, me probleme tjera shumë lloj smunjësh. Dhe sigurimi shoqërore të Dibrës nuk ma njohin këtë letër. Letrën e kujt? Letrën e QSUT-s me 5 vula, thotë dosjen tonë e ka myll në një kohë që unë me 15 gusht mund të mboshën. Edhe një herë. Çfarë është ky dokument që nuk të njohin? Për çfarë duhet ta njohin? Është kjo e kempit që më ka thonë QSUT-ja. Po nëse ti ke aplikuar më përpara dhe dosja dhe dokumentit ka dalë tani, nuk quhet ajo. Kam aplikuar para 2 vjetëve. Po pra, kur të bëhet aplikimi i ri do futesh edhe këtë dokumentin e kësaj, se s'mund të bëhet aplikimi para 2 viteve dhe të futet tani në dosje që të ka dalë së fundi. Jo, ma kanë dhënë atë 15%. Po çfarë po kërkon pra, se po ma thua mirë. Unë kërkoj shoqërues të plotë, se unë nuk eci, jam i pamundur. Po, dhe çfarë të ka thënë sigurimet ato? Nuk e pranojmë këtë QSUT-s. Kam aplikuar ke kempi e pror, nuk e di se më kthy përgjigje. Çfarë nuk pranojnë më zotri? Po tjetër për shkak kanë dhënë 26.000 lekë të vjetra. Po është tjetër gjë ajo, po pse se pranojnë, po jo për këtë arsye, cila se jo të gjithë përfitojnë shoqërues. Po myll dosin thotë mua, nuk ka të drejta myll dosin, me 15 gusht dal pension unë që mush i moshën. Si nuk ka të drejta myll dosin, ka afat ajo i dash. Po se ku mush moshën. Po çfarë dosje po mbyll ajo të pensionit? Ka myll dosin e pensionit se unë ka. Po dosja e pensionit nuk mbyllet po pa aplikuar ti oj dashur. Po jo thotë kam myll, nuk e di, nuk di, nuk. Jo dosin, shiko, pensioni është një drejtë, më dëgjoj pak tani. Po. Pensioni është një drejtë që kërkohet duke aplikuar. Në rast se një person nuk aplikon dhe kur ti kaloj mosha dhe kur derisa të ketë jetë, nuk e lidh sigurime shoqërore pensionin për dikë, pa e kërkuar. Jo, e di këtë. Po pra, kështu që edhe në rastin tënd, nuk e di çfarë dosje ka mbyllur, po jo atë të pensionit, se ti pension e para s'ke plotësuar moshën. Po. E dyta do dhe disa muaj ta plotësosh moshën, dhe e treta nuk ke aplikuar, se është tjetër gjë, nëse ke aplikuar dhe nuk ma thua, është tjetër gjë kjo pastaj. Kam çu dokumentat e QSUT-s. Po nderuar edhe një herë, ke aplikuar për pension pleqërie për moshën që del në gusht? Jo, nuk kam aplikuar. Po jo, po s'mund hapet dosja dhe të mbyllet pastaj pa aplikuar ti. Mos ndoshta kanë thënë kemi mbyllur dosjen e kempit dhe nuk hapet më për aplikim. Kështu po, kjo edhe mund të qëndrojë. Ligji e ka personat paraplegjik dhe tetraplegjik, në çfarë do lloj moshe, në çfarë do lloj vendi, kur unohni diçka, u njihet. Po pra, po. Pavarësisht mosha. Jo pavarësisht mosha, më jo, është, shiko. Nuk po them që nuk njihet. Patjetër që njihet, por kjo ka bëhet në një kontekst dhe kohë të caktuar, se s'mund të bëhet në çdo moment kjo. Për më tepër që je në marrëdhënie me kempin. Po në marrëdhënie. Që je në marrëdhënie me kempin, dhe ty s'të ka ardhur akoma koha për të ridorzuar dokumentet dhe për të bërë ndonjë ndryshim apo kërkesë për ndryshim grupi, për ndryshim kategorie, s'mund të bëhet papritur ajo. Kërkesën ku mund ta bëj unë? Kur të kërkojmë për dokumentet e radhës. Se di fiks kur i bie. Dhe tjetra pastaj në rast se do pashmokshme nuk më kërko, është kështu, është deri 1 milion banor nikës munja ime, nuk e di, po s'mund të bëhet kështu pra domethënë nga hiçi, se ka edhe ajo një lloj konteksti si bëhet. Pa kaluar afati deri në shqyrtimin e dokumentacionit të radhës që her pas here në mënyrë periodike kempi e prori i kërkon. Nëse i ke mbyllur në dhjetor do presësh dhjetorin tjetër në rast se nuk do dalësh në pension. Po, moshën e mushin gusht. Bravo. Ti do mbash kempin apo ke vendosur që të dalësh në pension? Je invalid i përhershëm? Po, mua se s'jam të bëj dokumenta të tjera se s'kam nerva. Je invalid i përhershëm besoj apo jo? Po, jo invalid punë i përhershëm, që kam unë 1 milion banor një bjer, unë kam pështu kot. Bravo pra, e kuptova. Dhe sa vite punë ke? Vite 45 kam unë. Po pse se shiko, sa ke kempin sa let ka dalë? Kempi 178.000. Sa? 178.000. Po ç'to duhet kempi o zotri? Po do të del më shumë pensioni me 45 vite sa ke? 5 i kam kooperativ, tjerat i kam shtet. Që rëndësi kam, apliko për pension, lëre kempin. Mendoj unë se 170.000 lekë kemp. Do t'i po kanë qenë siguracionet e vogla, kanë qenë rrugatinë. Nuk ka lidhje, prapë më shumë se ç'ke kempin do të dalë. Patjetër, po si se di, ata them unë. Nuk lëviz fare nuk lëviz. Nuk është nevoja të lëvizësh për të aplikuar për pensionin nderuar. Nuk e me kam, jam i pamu. Apliko për pension se të del më shumë mos i lër ato lekë kot ikin. Nëse gjithsesi është zgjidhja juaj pastaj. Ndërsa për këtë të kempit në dhjetor do të vi radhë.
Hajde, faleminderit. Gjithë të mirat, faleminderit juve. Presim tjetër, mirëmëngjes. Yes. Urdhëro. Si kaluat, si jeni? Mirë si jeni. Të lutem, kemi folur para disa javësh për një problem jashtë kanë Gjirokastër. Po? Të kam nisur pja numri juaj dhe në Instagram janë 2 dokumenta që janë kërkesat. Cili me 3 shifrat e fundit që ta shoh? Atëherë, numri është 714 3 shifrat e fundit. Një sekund. Po vazhdo, nëse ke një gjë për të thënë vazhdo që sa ta shikoj. Ideja është që kam bërë një, pavarësisht se ju nuk ishit, kam bërë një aplikim tjetër tani nga një zyrë notariale. Kur e ke bërë? E kam bërë para disa ditësh. Ma ke nisur atë? Jo. Ajo më duhet i nderuar. Ky është aplikimi i fundit që kam bërë, domethënë 2 ditë ka 3 ditë. Ky më duhet. Po çfarë ke bërë te kjo? Atëherë, te kjo kërkesa i kam shtuar listën e dokumenteve që kanë kërkuar në përgjigjen e fundit. Listën e dokumenteve që kanë kërkuar ata shtesë. Pa bërë një kërkesë për atë të cilën kemi folur, kërkesë për gjitha pronat, sepse unë nuk i dua të gjitha pronat, dua pak ato që më interesojnë, si më thënë që janë në vendet më të mira, se pjesa tjetër janë në mal lart edhe nuk. Ma nis dokumenti që ke bërë para 2 ditësh nderuar që ta përcjell që sot. Edhe ndoshta nga hëna të kemi ndonjë ose e marta të pak. Sapo ta kam nisur, ke numri që kam këtu. Po ta nisë në Instagram? Po e mora, s'ka gjë. Okej. Faleminderit. Mirë, faleminderit gjithë. Gjithë të mira dhe juve. Presim tjetër telefonata. Alo, përshëndetje. Alo? Mirëmëngjesi. Çpate? Nice. Presim telefonatës. Mirëmëngjes. Alo? Urdhëro? Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Ja prit ul pak zërin. Ule. Jo. Po. Atë për shves njerë, shqytje e mitë, kanë djegu dhe ti në Facebook që jemi shok bashkë. Ashtu? Tani gjë që kanë problemin. Babaj ka qenë ishi për ndjekur, edhe dhe tani ka marrë vetëm një kest. Po pse ka që pak? Po sepse i nëzorën probleme me zi me Ministri Drejtësia ndë kësej me zi e njofën, se jo kishe 2 ditë lindje, jo neshe. Në trashëgimtarët e babajt janë 5 veta. Mamaja dhe 4 fëmijë. Mamaja me testament më ka kaluar mua, se mamaja nuk ronë me ndjes pas. Janë 2 motrë, janë dhe 2 motra edhe në 2 vëllezër. Tash njëra motër e cila me prokur për ta tërhequr më kishte kaluar mua ka ndërruar jetë. Njëra motër. Nësa motra tjetër është, tani ne kanë vetëm një kës, edhe më kërkojnë mua, më thonë që still certifikatën e vdekjes të motrës, aktë trashëgimin e atyre të motra s'ka fëmijë, ka një për dhe mbesa, rikërkoj dokumenta se kanë zedhe lejmërim, ja plotësuam të gjitha dokumentat që kërkoshin, tani një për mbesat e sej nuk jetojnë këtu, burri po sigurisht që kanë rojë jetë dhe i, edhe unë nuk marrë do të asë certifikat vdekjes. Po pse nuk merr dot? Po duan i albine nga jo familje. Shusam. Jo, merret në bashkia atë. Në gjendje civile. Te bashkia e madhe ku ka jetuar personi në fjalë. Tash problemi është kështu. Se mua duhet ma lidhin ata, ajo rane para sa nuk i dhanë, mota kështë ndërruaj jetë, nuk i dhanë të kasë si parë. Tash në kasë në dytë, pse duhet të ta lidhin ata me motër mua që nuk është, kur të shkëmtarët e saja nuk kanë interes, se është një shumë e vogër dhe e ndanë në 8 pjesë, kuptohet të shkëtë. Këtë ta më shqetësim. Dëgjoj pak. Këto janë, shiko, është goxha komplekse kjo. Dhe ju me të drejtë thoni që më duhet të shpihen trashëgimisë, por ndërkohë motra s'ka pasur fëmijë. Jo, ka pasur, po se ka. Po. Se ka ndrojë jetë.
Ka vetë si vendet. E kuptova. Edhe kjo e ka një zgjidhje. Pra është rrethi i parë i fëmijëve, është rrethi i dytë, janë prindrit, vëllezërit, motrat, pasardhësit e tyre, rrethi i tre gjyshrit, xhaxhallarët, më kupton? E ka dhe kjo një zgjidhje. Më shumë se sa ka që nderuar, duke qenë se është një... Si? Që të njëre mund me motrën në këtë atë. Si? Kjo është pyetja ime. Si? Radhën e parë, para një viti me fjalë, ne morëm një kast. Më kërkon në përstritjen e dokumentave, më kërkon karta e identitetit. Duhem bërë këto rregullime nderuar. Në rast se ndodhin kështu largime nga jeta, ndryshime të... Jo, të lutem, mase nuk po shpjegoj mirë. Atëre, radhën e parë, në përstritjen e dokumentave kërkoni karta e identitetit fëtuese, përveç numrit llogarisë, më isha ato shumë mua. Me qenë se motra kështë ndërrua jetë, nuk u paraqit karta e identitetit motrës. Ashtu. Me qenë se ajo u përshtohet nga kasti. Kuptova pra. Nësa tani pse tash ajo motra ka 5 vjet që ka vdekur. Se kujto si vjet ata thonë. Po ç'lidhje ka mos si vjet thot, o i nderuar edhe një herë, si ata institucioni kujtohet kur kujtoheni juve. Dhe pyetja a tani u kujtove vlen për ju. Unë thashë në fillim, në rast se ndodh diçka te kjo pjesa e pemës përfituesve, nëse dikush largohet nga jeta, duhet bërë me njëherë ndryshimet. Por mënyrën dhe metodologjinë që ndiqet pasaj për shpërndarjen e fondeve të mbetura. Gjithsesi, shkoj me tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Është çështje noteri kjo i nderuar, kështu që shko rregulloj atij. Alo, përshëndetje. Përshëndetje zotni. Presim pak në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008 në këtë vijim të kësaj pjese të tretë të programit për takimin e kësaj të premteje, datës 27, ora 8:23 kemi kohë? Kemi, a? Okej, edhe një tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Alo. Mirëmëngjesi. Po. Të përshëndes. Përshëndes edhe unë. Mbrem Kaca nga Peshkopia, jam një tetraplegjik. Po. Folja me ti dikur, pagovat mandatin që më tha, paguja në bashki, edhe të ashtë nuk po mbien përgjigjen. Cili ndëruar, cili rast? Në rasti që për një qeftikat shpije. Më ke risur dokument? Jo, s'kam nisë të një dokument të kam nisërë. Kure ke bërë pagesën, para disa ditësh më duket? Pagesën e kam bërë ka 10 ditë. 10 ditë, okej. Je brenda fatit nderuar, sepse shkon deri në 2 java. Eshte me? Po, i dashur. Mirë, Klodi, faleminderit. Përshëndes shumë, faleminderit e ty për telefonatën. Ditë mbar, ora 7:24 minuta. Kemi dhe një tjetër? Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje tash. Me televizonin me Klodin? Po, Klodi, ja. Po, atëherë doja që bëj një pyetje nëse keni mundësi më përgjigjeni. Po, më thuaj tash. Jam një zonjë nga Tirana. Edhe kam legalizuar shtëpiat. Mirë po, në atë pronësi që jemi neve është krushku im dhe 2 vëllezërit e burrit. Edhe në të njëjtën kohë ato e kanë bërë 1/4 për të gjithë. Por faktikisht dikush ka më shumë, dikush ka më pak. Tani si duhet veproj, ma paguhet, tani se ashtu si po na thot noterja, se shkuam tek një noter. Se kuptova fare shqetësimin. Po, i bitë më thënë që ata 15% që më mirë ka shet para të shpinë dhe që i nëzherohen. Aqë shumë sa do paguaj. Po çfarë do paguash? Po këtë unë, si bojnë këtë ndarjet, është vila komplet, a i thot 1/4. Po tani unë kam shumë, tjetri kam më pak, si duhet? Çështje më shumë, çështje më pak ajo, dhe do pjesëtohet në 4. Kush merr më shumë do paguaj lek. Po pra po, kjo është çështja, po pse duhet paguaj unë shtëpinë time pra? Po çfarë shtëpi tënde, o zonjë, këtë shtëpi kush e ka? Shtëpinë kam unë. Po ku hyn krushku? Ku hyn krushku këtu? Edhe krushku është një vilë, domethënë jashtë është një truall bash, 500 metra katror. Okej. Ve? Po. Po pra, po si tani po e ndan ti këtë shtëpinë? Jo, janë bërë legalizimet, mirë po legalizimet tani kanë dalë që gjithë marrin 1/4, por faktikisht nuk është kështu, sepse 1/4 unë kam më shumë, dikush tjetër ka më pak. Tani si bëhet kjo punë kështu, se do të paguash edhe një herë paguash shtëpinë tënde.
A kam në një diçka tjetër në një mënyrë? S'po kuptoj asgjë, zonjë, se çfarë po më thua. Shtëpia. Po mos ma thuaj siç ma the se. Po pra, është një vilë komplet 500 metra katrore, është një truall. Aty janë 2 vëllezër, 3 vëllezër me i dhënë. Ç'lidhje ka trualli tani, e ke për truallin apo për shtëpinë o shpirt? Për shtëpinë. Po lëre truallin pastaj, pse më përmend truallin? Po, për shtëpinë në këtë rast, jo për truallin. Tani dikush ka Keni aplikuar për legalizim? Po, ka dalë letrat e legalizimit. Po, ka dalë, shumë mirë. Po problemi është se të katrëve ka dalë nga 1/4 kur. Po ashtu u del, o zonjë, se është pasuri e përbashkët. Po, pasuri e përbashkët. Po si t'ja bëj unë për shembull që mua më duhet një letër, për shembull unë jam me detyrë ti them atij hajde. Çfarë letre të duhet ty për shembull? Për shembull duhet bën një kontratë, supozoj. Kontratë për çfarë? Kontratë korrendi, fjala vjen. Ç'të duhet personi aty? Kontrata e korrentit bën mbi certifikatin e legalizimit dhe hipotekën, certifikatin e pronësisë. S'ke punë fare me ta. Okej, po nëse nesër unë dua ta shes. Do shesësh pjesën tënde takuese. Është me përca. Si? Po atëherë po shteti na kanë dhënë në 1/4, si veprohet në këtë rast. Po pra, aty ku rri ti është 1/4, aty ku rri Krushku është 1/4, aty ku rri 2 vëllezërit e burrit është 1/4. Çfarë është me kate 1/4, si është ndar? Jo, është me kate. Unë për shembull kam 3 kate, edhe ai tjetri ka 3 kate. Po, njëri ka 2 kate, njëri ka 1 katë. Edhe njëri dashur, nuk ka lidhje fare, shiko pak. Ty certifikati e pronësisë ka dalë? Po, ka dalë certifikata. Sa sipërfaqe ka dalë? Sa metra? Sa metra? Më falni një sekond. 1/4. Jo, sa metro. Sa metër katror mo? Metër katror. Gjysë metra katror janë 1000 metra, po jemi 4 pjesëtar. Janë 1000 metra po 4 pjesëtar. Po mirë, juve sa e kuptova, po te kartela e pasurisë, ke të përcaktuar metrat katror? Jo, kur kemi bërë legalizime që kemi marrë ato që na ka mat, që ka bërë matit, topografin. Po jo të tërës, të pjesës takuese. Te kartela e pasurisë duhet kesh pjesën takuese në metra katror. Më kupton? Po nuk e kanë dhënë në 1/4, si duhet veprojmë në këtë rast. Po si ka, ashtu e keni bërë ju aplikimin, o shpirt. Po pra, është bërë aplikimi, po si t'ja bëjmë ne tani? Po pra, po ju e keni bërë aplikimin të tillë për ta ndarë këtë gjë. Dhe nëse më thua që un kam 3 kate dhe Krushku 2, që nuk i bie të jetë 1/4, do shkosh ta çosh për korrigjim, do të aplikosh për pjesën tënde për 1, 2, 3 kate. Do të aplikojnë për korrigjim? Po patjetër që po. Nuk ka, domethënë. Nëse është 4 kate, më dëgjoj pak e dashur, edhe një se jam vonë me reklama. Po mi po e marr për ta kuptuar. Në rast se është 4 kate dhe jeni 4 persona, njëri logjikisht i takon 1 kat. Më kupton? Nëse është një e tëra dhe është 1000 metra katror, sa i bie? 250 i takon njërit. Për 4 persona. Për 4 persona. Po, ndërkohë ju praktikisht në lëre në letër, sa keni aty sipërfaqe? Ne kemi më shumë. Po, aplikimi kush e ka bërë? Në fillim e bë të 4 apo e bë ju? Të 4, kanë dalë me emra të ndryshëm. Po pra. E kanë bërë 1/4. Pra, ju po thoni që gjithë kjo pasuri nuk është ndarë barabartë në 4, sepse ne kemi më shumë. Jo, po, ne kemi më shumë. Bukur. Okej, do bësh një AV0 dhe do bësh një letër me shkrim. Do i thuash noterit do bësh një AV0. Dhe brenda kësaj AV0 do sqarosh me shkrim të gjën. Dhe i thua, un kam kaq kate, kam më shumë sipërfaqe se të tjerët dhe dua që të më specifikohet në certifikatin e pronësisë kjo gjë. Më kupton? Pra kam këtë pjesë dhe kaq metër katror. Sepse 1/4 i bie që të kesh më pak nga sa realisht ke. Do shkosh ta korrigjosh dashur. Mirë? Mos paguaj asgjë. Çfarë do mos paguaj asgjë? Po ajo na taksuneve do të paguni 15% që të ndryshoni këto. Domethënë që ti ke më shumë, unë kam më pak. Tapit. Është tjetër gjë ajo. Ti certifikatin e pronësisë nuk e ke marr me kohë, kështu që do aplikosh për ta korrigjuar. Para se ta bësh këtë gjë, kontrollo dhe kartelën e pasurisë në rast se i ke metrat katror aty apo jo. Jo, në kartelën e pasurisë është metra katrore aq sa. Shumë vonë. Okej, shumë vonë dashur. Duhet të shkosh për korrigjim. E pra e.
Po nesër, është pak e ngatruar ajo se duhet ishte bërë aplikimi që në fillim specifik. Mirë, jemi në hapësirën publicitare, ju themi edhe një herë mesazhin tashmë të përhershëm për gjithë ju që vuani nga problemet e prostatës ose jeni në faza fillestare apo të avancuara, nuk ka rëndësi, është momenti që jo të flasim për këtë që pse çfarë na shkaktoi këtë problem me prostatën, kryesisht për meshkujt mbi 40 vjeç janë këto lloj shqetësimesh, por ka ardhur momenti për të gjetur zgjidhje parandaluese dhe po ashtu trajtuese. Është prostatol që bën të mundur qoftë parandalimin e avancimit të mëtejshëm problemeve që keni me prostatën, por po ashtu edhe shërimin e plot problemeve që kanë avancuar ndër vite dhe ju e keni pasur të pamundur deri sot që të gjeni kurën e përshtatshme. Ja ku është suplementi 100% bimor pas një lloji efekti ansor dhe në rast se ju trajtoheni me ndonjë medikament tjetër për shkak të sëmundjeve që mund të keni dhe ka nevojë për trajtim mjekësor, prostatol nuk ndërvepron me asnjë lloj ilaçi tjetër, sepse tek e fundit është një përbërës 100% bimor i certifikuar nga institucionet më të mira ndërkombëtare shëndetësore. Kthehemi në studio në pjesën e 4 dhe të fundit të programit në këto 15 minuta, diçka e tillë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Aljar. Urdhoni. Desha nëna të pyes për diçka me bin, se jam me datindjes 1957 nëna. Po. Edhe pension, të deshe dalë pension qysh më 50 vjeç, më pas i kishe plëcohu nëna atë si thonë ditë të punës, shkova që si kishe plëcohu, se ato ke kom qenë vajzë në dibër në kështun, në kështun, si që ati dibë në drupë. Edhe u surash më rafa mohi që lasë krejt ata, hajtë mo njëllën. Kurse të shemi gjallë, shkova sash për njëm për kraje, se ishe jem nesë më unë, jam i laqe për njënë tjetërën, është të takon. Po sa që së në takon, më është të takon. Hajt, e da shkrejt në ato. Ta shtë ja, u afrova ke 60, ke 70, apo shkoj mu. Në moshën 70 vjeçe e dashur, do kesh një pension social që aplikohet për ata që s'kan vite pune. Po si kur mi derë, më u hecë, mi i plëcu ata japin mu atë pensionin mi fjallë. Po sa vite pun ke ti zonjë? Kom 9. Ke 9, po i bje që të paguash edhe 5 vite. Edhe 6, më falë. Po. A kupton? A më i marrë pa i theni, po t'i paguj, a i marrë këto, se për në thashtë përës nona. Cilat këto? A i marrë, mi fjallë për pashmet? Jo, dash. Nuk merën, me desiguracionin. Në rase ti paguan sot, pensionin e merë nga sot. Po. Shtu. Atëherë, që ka bosh e gjejnë, po pritet që ke pritur ka shumë, pritet dhe një vite dhe merë pensionin tjetër. Po jem në mila, me qashtu bre, hajtë mosit që të E di, po që je vonë, kështu që. Po, mirë, po. Mirë, dashur, nëse s'ke diçka tjetër të përqafoj. Ja, falënderit shumë, në unë për këto desha të pyes, ashtë të veproj, hajtë, ne, prash, ne. Falenderit shumë, dashur, për telefonatën. Presim tjetër, mirëmëngjes. Alo. Rodi. Mirëmëngjes, urdhëro. Përshëndetje, si e kalove? Përshëndetje, si jeni ju? Në këshasim nga administria e Sufit. Po? Edhe ishe ja 2 qështje për të polo. Më thuaj. Tani, ndoshta u bëdhe bohës kjo tani gjam, po kjo punë e këtyre banesave, më si u bo kjo, po na maj herë sot e nesër, jo para votime, s'jetën tani asë po një hiqë. Janë hapur tani është në rregull ndëruar. Janë hapur, do ndahen? Pa tjetër që po, s'ka arsye tjetër. Të lutem. Tjetër kisha këta me janë këtu në njësinë tona vëlla, u bë kodani nuk grën do dashë lloj veprimi për çështje pronash për shembull me fëmijë dhe me këto, sepse nuk jo s'është bërë azhërnimi tokës, jo po di un po ka vite me shpresë se po bëjnë dot. Shikoj, ka shumë zona ku nuk është bërë azhërnimi, është një proces që vazhdon dhe thon kjo, mos bëni veprime të tjera derisa të njoftoni për këtë gjë sepse janë të pavlera. Do të veprime, prandaj po të pyes. Nuk ka asnjë problemi, çështje kohe për të përmbyllur i gjitha, por janë shumë zona që nuk e kanë bërë ende. Por nuk ka ndonjë problem në kuptimin e penalizimit për ju përveç se vonesës në marrjen e certifikatës. Jo, problem për neve është vetëm kjo, për shembull, se duam se jemi dhe moshë e vjetër me fjalë smur jemi, me i kaluar diçka fëmijëve nuk mundemi. E kuptoj. Jo, është e drejta juaj patjetër, por që kështu funksionon. Faleminderit shumë, ditë të mbarë. Faleminderit, ditë të mbarë. Edhe juve. Shkojmë tjetër, mirëmëngjes. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jeni klop? Mirë.
urime për emisione. Faleminderit shumë. Atëherë nëse mundem, një konsult për procedurë pensioni. Atëherë dhe të janë për zonjën time, ka dalë në pension pleqërie në maj të 2023, 3 maj 2023, 2023, dhe mbas kësaj mbas vendimit pensionit kemi kaluar disa procedura për rishqyrtim pensioni. Sipas dokumentacionit kemi marrë përgjigje pozitive dhe negative. Megjithatë, na ka ngelur një periudhë gati 10 vjet që nuk na e kanë njohur. Vitet janë para 94, para 91 dhe mbas 91. Atëherë jemi drejtuar, kemi bërë kërkesa për... Ku ka punuar zonja në këto vite që si llogaritet? Zonja ka qenë edukatore kopshti. Pse nuk i njeh? Atëherë nuk i njihen, sepse në zonën tonë nuk ekzistojnë dokumentat e ish Këshillit Bashkuar. Nuk ka asnjë lloj dokumentacioni. I vetmi dokumentacion është libreza. Dhe nuk na është marrë parasysh. Po për koleget e zonjës me aq informacion sa ka? Është pak a shumë e njëjta gjë. Ju kanë thënë për gjyq? Atëherë, pas Komisionit të Angënimit, Komisionit Qendror, bëm gjyq. A keni bërë gjyqin pra? Çuditërisht në gjyq kemi paraqit dëshmitarë që kanë qenë funksionarë në atë kohë, dhe përsëri nuk na janë njohur, ndërkohë që ato mbas vitit 91 na u njohën. 2 vjet dhe na kanë ngelur edhe gati 6 vjet të tjera pa u njohur. Tani, ne gjyqin e kemi bërë tani në këtë periudhë ku ka qenë ka qenë ky ligji i ri për këto. Po, ligji i ri nuk është për këto, i dashur. Ligji i ri është për ndërmarrjet bujqësore, shtetërore dhe ish kooperativat bujqësore. Prandaj thash. Ma kupton? Po, pra, çfarë ndryshimi ka kjo punë, domethënë? Patjetër që ka ndryshim, sepse nuk është e rregulluar me ligj. Ky është ndryshimi, kupton? Dëgjoj pak. Në gjyq nuk u njohën këto vite, u thanë me vendim, apo ju nuk haput gjyq për këto vite? Jo, gjyq sa në rregull gjyqësore. Dhe në gjyq, gjykata e apelit, deri në gjykatën e apelit u njohën këto? Jo, ne deri në gjykatën e shkallës së parë. Po, a e keni çuar në apel? Jo, nuk ka mbaruar vendimi, domethënë ajo nuk është zbardhur vendimi akoma. Okej, kur të zbardhë vendimi do e çoni në apel edhe për vitet e tjera. Më kupton? Është rruga e vetme i nderuar. Ligji i ri që me të drejtë ju pyetët është specifik për ish korporativat bujqësore, ish ndërmarrjet bujqësore dhe shtetërore, jo për punët e tjera. Më kupton? Nuk përfitoni nga ky ligj. Si? Është sigurt kjo. Tani po vën dyshim këtë gjë që ne merremi çdo ditë. Nëse do ta marr të mirë qenia, gjithsesi do të... Ti merre si të duash o i dashur, po ligji është i tillë që nuk përfiton asnjë profesion tjetër përveç këtyre. Më kupton? Është për ndërmarrjet bujqësore, për ish kooperativat bujqësore ku problemet janë të shumta. Po këta persona që kanë këtë problematikë... Po nuk është zgjidhur me ligj i dashur, prandaj ke shkuar në gjykatë. Më kupton? Jo se unë do doja të ta thoja që e përfiton, po jo, për fat keq. Po, domethënë duhet të lopojmë në parlament që të rishikohet ligji. Si? Duhet të lopojmë në parlament. Po jo, mos ka lidhje me rishikim ligji, o i nderuar. Po nuk ka lidhje me këtë gjë, ajo do dalë specifik, po shiko, problematika të kësaj më dëgjoj pak i dashur. E di pse bëhet pse ka sens që të miratohet një ligj i caktuar. Duke ditur që gama më e gjerë e problemeve është në ish kooperativa bujqësore dhe ish ndërmarrjet bujqësore që janë penalizuar mira, mos them edhe më shumë se sa kaq. Është domosdoshmëria për të bërë një ligj. Në rast se një problem i caktuar që fatkeqësisht ju ka prekur juve edhe 20 gra të tjera, nuk mund të bëhet ligj për 20 veta. Ma kupton? Jo se s'dua unë dhe e them unë. Dhe këto zgjidhen me gjykatë, si janë zgjidhur ish kooperativat bujqësore deri dje me gjykatë. Nëse ky problem që keni ju sot do të ishte po kaq në mas, atëherë po që miratohet një ligj i posaçëm. Po mos e vën dyshim atë që them unë se jo se e them unë, po ashtu e thot ligji, kështu që. Tani nuk gjelemi sqaruar nga ju, po nuk... Si? Me ta punë falënderoj. Si them, betemi sqaruar nga ju, se kuptova?
mbetem i sqaruar nga ju për pjesën e ligjit, sepse ndoshta unë e kam interpretuar ndryshe dhe kam qenë i bindur që isha pjesë përfituese e ligjit. Po si për shembull, si e ke lexuar ligjin ti dashur? Po, një minutë. Ideja është kjo se në pikën përcaktuese të përfituesve të ligjit, thotë kështu, që përfitojnë dhe ata që kanë punuar në ndërmarrjet shtetërore e bujqësore, të cilëve u mungojnë, por që janë në procedurë ligjore. Pra, ka dalë pensioni dhe janë në procedurë ligjore. Ajo nuk thotë që nuk njeh tani këshillat e bashkuara. Po më dëgjoj pak tani, ku futet edukatorja te kjo pjesa? Nuk ka qenë pjesë e sistemit edukatorja. Po tash ku e ke te ligji i nderuar? Okej. Po jo, okej, ti edhe ma lexo ligjin dhe thua jam i sigurt që përfiton. Profesioni edukatorës dhe punojësi i arsimit në shkolla, kopshte dhe çerdhe nuk janë ndërmarrje shtetërore. Janë institucion. Po jo, s'ka lidhje, por nuk janë përcaktuar te ky ligj, i dashur. Ndërmarrje bujqësore dhe shtetërore dhe ish-kompetentja bujqësore s'kan lidhje me profesionin e mësuesit të edukatores. Mirë, po nderoj. Më kuptoni dashur? Unë do doja të ishte kështu, me gjithë shpirt ta them që do doja të ishte kështu, por nuk është për fat keq. Unë të falenderoj për shpjegimin që të sinë dhe durimin. Jo, po s'ka gjë, unë dua që ti jesh vërtet i sqaruar sepse më duket sikur prapë ke këto dyshime. Megjithatë ti mund të shuash kudo që të duash. Jo, kam dyshime, thjesht jam i zgënjur për rastin. E di, edhe unë, do doja që të njiheshi sepse për më tepër që bëhet fjalë pas 90-s, nëse. Faleminderit shumë. Shkojmë me tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, Klodi. Urdhëro. Jam një zoni. Alo. Më thuaj. Jam një zoni. Alo. Po, flisni. Dua t'ju pjesë pako, Klodi. Më thuaj. Unë më ka vdek bupi dhe dua të kthesh ndi vete, që nuk ndiket. Është një emër të ti. Çfarë do të marrësh se nuk të dëgjoj mirë, zoj? Ule zërin e televizorit, të lutem shpirt. Ule e kam. Ule se nuk e ke ulur. Po, ule e kam. Po. Dëgjoj. Më ka vdek buri. Po? Ule Ule zërin e televizorit, o zemër, të lutem. Ule se më pengon. Ule në zero. Të lutem. Ule në zero. Ule. Okej, më thuaj. Më ka vdek buri. Po. Edhe shtëpia është në emër të tij. Dua ta kthej në emër tim. Po, shumë mirë. Nuk ndiqet, të lutem. Te noteri dashur. Po te noteri privat apo ka kadastra në një noter? Jo, s'ka kadastra noter shtetëror, janë privat noteret, atje do shkosh do bësh gjithë dokumentacionin përkatës deri në ndryshimin e emrit nga të bashkëshortit në emrin tuaj. Ati majta në Klodi, po ati thotë do le shumë, si ka mund të tërë. E di shpirt, ose lërën emrin e ti pastaj, jo? Ta lërën emrin e ti? Po, nuk të prish asnjë lloj pune. Se ka disa shpenzime kështu procedurale që... Më tha deri në 500.000 lekë për djalë, po du. Si? Deri në 500.000 lekë shpenzime në zavë, të shtëpin time. Po mirë se, po janë ato letrat e dashur, se edhe ata nuk do i bëjnë pa lekë, se hambuk me atë profesion. Më kupton? Faleminderit edhe juve për telefonat. Ditë të mbar, shkojmë me tjetër ndoshta e fundit për sot. Mirëmëngjes. Alo, Klodi. Urdhro. Klodi më dëgjon. Të dëgjoj. Jam një person, direktor i shëndetjes. Faleminderit shumë. Faleminderit. Tani pa të reklamën që jepni ju ke pasator kompleksi. Po. Tani unë jam një person që e kam der atë pasator kompleksi. Joni? Mi po më ka bërë ashtu reakcion. Nuk e kam reklamuar. Po jo, nuk ka lidhje. Ai është bimori ndërruar, kështu që nuk qëndron kjo. Dgjoj, unë e kam përdorur. Po jo, pra, po s'mund ta themi këtë tani, të lutem. Po s'ka lidhje fare, është bim, ti thua piva lëng shege bëri reakcion. S'ka lidhje kjo. Kemi telefonat tjetër? Urdhë? Që është korrekte për ju, a kupton. Është njësoj si them unë tani diçka për dika apo për një gjë që se vërtetoj dot. Mund të kesh reakcion nga uji.
Nëse kemi një telefonat tjetër shpejt të fundit për sot, nuk kemi. Ishte gjithçka për takimin e kësaj të premte dhe meqense na e përmendi zotëria, okay, s'ka gjë se nuk e dëgjova. Prostatori zgjidhje dur dhe vetme për të gjithë ju që dëshironi të keni mirë funksionim të prostatës dhe mirë funksionim të çdo problemi apo shqetësimi tjetër që shkaktohet nga një prostatë jo në funksion normal, që mund të jetë urinimi i shpesh gjatë natës sidomos dhe përpasoj zgjim her pas here, nuk ka asnjë efekt ansor dhe asnjë lloj reaksioni. Se s'mund të ketë efekt ansor dhe reaksion një produkt i tillë që është i përbërë vetëm nga suplemente ushqyese bimore, madje përmban edhe lëndë të tjera të cilët do t'ja u bëjnë gjumin akoma edhe më cilësor gjatë natës. Kështu që mos nguroni, telefononi në numrin që do të shfaqet pak më vonë edhe në ekran për të kujdesur ju tashmë për prostatën tuaj dhe për të kujdesur më së shumti për cilësinë, për përmirësimin e cilësisë së jetës tuaj. Që gjithçka për sot, mirë takofshim.